vullnetin e popullit? Sot si shkrimtar, gazetar, komentator, nga ana tjetër, sot si kryeministër, por dikur, zoti Kurti, ju, edhe ju, zoti Matoshi, keni qenë zbashku në burgun e Pozharesit. Edhe të Lipjanit. Edhe të Lipjanit. Nuk e di atëherë nëse keni bërë debat dhe se ky është një moment shumë i veçantë, jo vetëm televiziv, padyshim është rikujtim edhe një situatë shumë e veçantë. A keni debatuar për politikë në atë kohë? E kujtoni njëri tjetrin në asaj kohë? Kemi debatuar, pa atëherë ka qenë më shumë të marrim vesh informacion, lajme që ka përna ndodhë në Kosovë. Atëherë kemi qenë të etur për të dhëna, për njoftime, për informacione, jo fort për mendime e opinione si sot që bëhet. Me Alirin e bën mend një diskutim? Po, me siguri kena pas diskutime ato, po më shumë për bes kanë qenë kush është në burg e kush është i zhdukur. E vërtet. Ka përshtypje që një faqe të librit e keni patur të destinuar. Pas 16 gradë Celsius zhveshun me shku mu pastu edhe aty jemi taku, pa aty ka qenë shkurt, edhe kemi këmby informacion. Një pjesë në librin e Zi, ligje ja keni destinuar. Po, e kam edhe në librin e Zi që quhet edhe i kam këtu me adhuru kryeministrit natyrisht. Çka thoni aty? Dhe për atë kohë, domethënë qëndrimet e mia janë publike, dikush i din, dikush si din. Këtë zonat e ndryshme që kanë qenë përpjek me denigru, unë e kam mbrojt. Kryeministrin aktual, atëherë aktivist politik, politikan i burgosun, sepse në burgun e Lipjanit ka qenë në izolim, kum qenë me babën edhe vllahën e tij në atë sallën e sporteve, atje në mëna burgut, kurse në Zabel Pozharevcit, do më thonë, jemi taku vesh një herë, edhe shumë ata i kam kundërshtu të cilët kanë folë që thashtë thona me një fjallë, sepse qëndrimi i zotit Kurti